Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në videon e radhës. Sot do flasim për 5 makinat më të mira sportive nën 15.000 euro. Tash du ta qartësoj pak se nën 15.000 euro ka shumë e mund gjesh pafund, po nuk du të zgjedh ato makina që i merr në limite 15 dhe që janë më të lodhme, se ti mund të morrësh ndoshta me 15.000 euro CL63, S63, ndoshta edhe më 5-10, po do jenë super të lodhme edhe shumë problematike. Po e nis me Audi S4, gjenerata B8, B8.5, që është facelifti. Është me motor 3 mish supercharged, i ngjashëm me T7 që kom pas dhe vetë, shumë motorat mirë, shumë fuqishëm. TS4 ka 333 kue fuqi stok. Ti motori me i stage thjesht TCU-s, me i riprogramu, mi bo dhe TCU-s, shkonja 400 kue. Pastaj mi bo supercharger pulli më të vogël, cold air intake, downpipes shko edhe më shumë, pa ato duhen pak më shumë lek, po prapë është motor që modifikohet, është i përhap. Nuk është motori më i fortë, se kanë probleme zakonisht me kitin e zinxhirit paktën, po është motor i fuqishëm që përgjigjet. Opsion tjetër që është i me tjetër motor është S5 ose S5 Sportback, që është versioni me 4 dyre, është pak më e bukur, pak më e veçantë. S5 e parë ka pas 4.2 V8 me aspirim, po facelifti është bo me 3 mishin supercharged. Makina e 4 në radhë është Volkswagen Golf R-ja, gjenerata e 6. Stok është me motor 2 mish 4 piston turbo me 270 kuaj. Këto janë edhe 4Motion 4x4 me sistemin Haldex që e kanë, më shumë fuqinë e çopare normalisht. Është një platformë me mundësi pafund me për modifikime. Mund të fillosh nga remap-i stage 1-shit, mund të përfundosh te big turbo me intercoolera, me injektor sportive, me meth injection, çfarë s'mundesh me bote. Kjo është edhe ka shumë support për pjesë, shu aftermarket për të ble, edhe ka grup të madh fansa, është mundësi për të bërë shumë gjona me te. Makina e tretë në listë është BMW 335 i-ja. E90, E92, E91, se cila vetëm kabrio, se kisha preferu se ato s'kanë strukturu shumë të fort. Po këto versionet e gjitha të E90-ës, 335 i, si me N54-ën, si me N55-ën, janë shumë makinat mira, sportive. Nga këto që kena përmen, ka shasin më të mirë, ka balancën më të mirë të peshës, gati 50-50. Motori stok është 306 kuaj, pastaj me bolt-ons, me modifikime, me stage, me downpipe, air intake, që pa fillu me turbo të mëdhaja, ke mundësi me bo 500 kuaj edhe më shumë. Tashi, në 54 është biturbo, në 55 është me një twin scroll turbo, po të dyja kanë opsione pa fund për të modifiku. Normalisht kanë edhe ato problemet e tyne, po si platformë për ta modifiku për makinë tamam sportive, kjo është më sportive nga gjitha këto, është me diferencial mrapa, mund ta morësh edhe me kambe manuale edhe automatike ZF, është shumë e mirë. Ne kemi bo review 335D E92, mund ta shifni te kanali, kena bo dhe E90 320 naft, të dyja të mira kanë qenë, sidomos 335-ja, po versionet benzinës kena bo akoma, besoj do e bëjmë së shpejti edhe benzinji, ato janë edhe më të mira. Tani në vendin e dytë do vendos CLS 55 NAMG, C219 edhe W210 E55 NAMG. Të dyja janë me motorin 113K, supercharged, 476 kuaj, stok, të 500 që kanë realisht, shumë motori fort, motori më i fort që ka bo AMG-ja, përveç versionit me aspirim, pa aty janë, shumë lehtësisht i modifikueshëm, pa fund opsione, e ma fuqin, kamin e ka të fort 5 gën, ke mundësi me nxjerr shumë fuqi për ati motori edhe pa shumë probleme. Ke plot shembuj për të ndjek që kanë bo, edhe në Shqipëri kanë modifiku goxha këto motora. Nuk do kemi mo kaq lirë asnjërin nga këto, kështu që janë opsione shumë të mira për t'i pas. Sportive, në vit drejt sidomos, krahasu me që kena fënë listë, këto janë më të shpejtat. Janë me diferencial mrapa, kështu që në start nuk janë njësoj si këto tjera. Golf R-ja mund t'jetë më e shpejt, se shkputet, po V-Max për shpejtësi maksimale, kjo është këto dyja i alen targat gjithë tyne tjerave, kështu që të dyja janë opsione shumë të mira, dhe E55 edhe CLS 55 AMG
ja vlen, edhe me pas mundësimi i morë. Unë për shembull dhe tash këto më pëlqen më shumë, po unë kam pak qef të vjetrat, sens më shumë bën me morë një nga ato trejat, po secili ka preferencat e veta dhe më thoni edhe ju cilën do kishit zgjat pastaj kur ta marrë listën ose më shtoni ndaj gjë tjetër te lista. Edhe tani për vendin e parë, një makinë që besoj që ti ketë shku fort menja na njëllit, është Porsche Cayman S-ja. Edhe standardi po S-ja ishte optimali. Kjo është gjenerata e parë, se tjerat janë më shtrenjtë. Është prodhuar nga 2006, më duhet kanë filluar dhe mund t'i gjesh nën 15.000 euro. Motor 3.4 flat 6, 6 pistonësh me aspirim, 320 kuaj ka S-ja, mos gaboj. Mid engine motorin mes, është më sportive se Porsche 911, makinë me motor mes, do me thonë me këtë lloj çmimi nuk merr, është për handling, për kthesa, për çdo gjë, për ndjesit është më e mira. Sidomos këtë lloj çmimesh nuk ja kaloj asnjëna. Edhe është Porsche, krahasuar makinat tjera sportive janë të forta, s'është problematike, po është sistem që peshon më shumë se gjithë të tjerat. Kjo s'ka nevojë fort për modifikime, ashtu siç është i super. Edhe Boxsteri nuk është i keq, është cabrio, po kjo Porsche Cayman është më i mirë. Ndoshta nga që është me aspirim vit drejt, ja kalojnë gjithë ato që provojnë përpara, po për handling, për kthesa, për ta shiju rrugën, kjo është më sportive. Motori më sportiv me xhiro të larta me të gjitha, kjo është që e vle. Manuali është më mirë me pas, se versionet e para nuk kanë pas PDK. Kur ka dalë PDK-ja pastaj te facelifti, është e shpejt duhet laç, po të parat kanë qenë me automat të ngadalë të pak. Me torque converter, kështu që manual është zgjedhja më e mirë për këto. Tash ka opsione pafund, po e them edhe i tjetër si bonus që kanë vurë tash që kanë rënë çmime fort. A45 AMG në Kore i gjen me më pak se $14,000 ca. Edhe ajo është super e shpejt. 2000 turbo me 385 kuaj, motori më i fuqishëm me 4 pistona që është bona herë ka qenë. Shumë e shpejt, që pa modifikuar fare janë shumë të shpejta ato, edhe kanë rënë çmim, po nuk më pëlqejnë fort në pamje, po për makinë të shpejta edhe ato janë shumë të shpejta. Thjesht po e përmend si teste. Shpresoj duke të pëlqyer video, nëse s'keni bërë subscribe bëjeni, se më shumë se gjysma që shohin videot s'kan bërë akoma. Ju uroj gjithë mirat edhe shihemi në videon e radhës.